Mirëmëngjes të dashur peshqi, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazh është faqe e monedhës. Kjo letër flet për mundësi të reja, praktike, mësim, fokus dhe ndërtim të qëndrueshëm. Është faqe, është një fillim, mund të jetë një lajm të dashur. Kjo figurë këtu me një pamje të përqendruar dhe me mjete pune në duar që simbolizon ndërtimin nga toka lart me përkushtim dhe durim. Një mundësi është duke u shfaqur të dashur peshqi, por suksesi do të vi vetëm nëse e trajtoni me seriozitet. Mund të jetë një projekt i ri, një ide e re, një kurs, një shkollë apo një investim, çfarëdo qoftë është fillimi i diçkaje që mund të bëhet shumë e qëndrueshme nëse i kushtoni vëmendje dhe përkushtim. Prandaj thash, nëse vërtet e merrni me trajtoni me seriozitet. Çfarëdo që mund të filloni apo çfarëdo që jeni duke menduar të ndërtoni diçka konkrete, një plan punë, siç thash, rregullim financiar apo fizik, mos keni frikë të mësoni nga e para, fokusoj energjinë në veprime të vogla dhe të qëndrueshme që sjellin rezultate. Kjo letër është rinisja pas gjithë gjërave, një fillim i ri. Do thotë është koha për të filluar një kapitull të ri me dije më të thellë dhe me qëllim më të qartë. Por mund të jenë ofertë pune, ofertë dashurie, një fillim i diçkaje që do qëndroj aty një kohë të gjatë, por duhet përkushtim, zell, disiplinë dhe vërtet një përqendrim i madh që të fillohet mirë dhe pastaj të mbaroj aty ku dëshironi të dashur peshqi.